gjithëve, unë jam Klaudia Sanllari dhe bashkë do të trajtojmë hyrjen në sipërmarrjen sociale. Gandhi ka thënë që mënyra më e mirë për të gjetur veten është duke humbur në shërbim të tjerëve, ndërsa Peter Drucker në teoritë e tij të biznesit shpjegon se biznesi i cili shërben vetëm paras dhe jo funksionalitetit të shoqërisë është krejt i padobishëm. Dhe në fakt, sipërmarrja sociale për të cilën do flasim sot bën pikërisht këtë. Bashkon misionin social me biznesin dhe fitimin. Por si e bën këtë? Duke qenë një formë biznesi e cila ka si qëllim kryesor zgjidhjen e një problemi social apo mjedisor dhe jo vetëm fitimin financiar. Pra një biznes me mision. Duke sjellë ndryshimin e filozofisë së biznesit, përshtatjen e shtetit dhe komunitetit në rolin e një inxhinieri social për të riparuar ato problematika që shoqëria ka midis vetes. Ndryshe nga bizneset tradicionale, të cilat fokusohen tek fitimi maksimal, sipërmarrja sociale fiton para me qëllim që të jetë e qëndrueshme dhe këtë fitim ta riinvestojë për të ardhur në ndihmë shoqërisë. Qëllimi kryesor i sipërmarrjes sociale është krijimi një ndikimi pozitiv shoqëror, si për shembull, ulja e papunësisë, gjithëpërfshirja, ndihma ndaj grupeve apo kategorive vulnerabël, mbrojtja e mjedisit, edukimi dhe përfshirja sociale, si dhe përmirësimi i kushteve të jetesës në grupin social ku po zhvillohet. Me pak fjalë, në momentin që hasemi me një problem social, sipërmarrja sociale është ajo që përmes biznesit i jep zgjidhje këtij problemi, duke pasur ndikim afatgjat që lidhet edhe me fitimin financiar dhe të qëndrueshëm. Por çfarë sjell ndryshe sipërmarrjen sociale nga ajo që ne jemi mësuar të hasim në të përditshmen tonë apo ato që ne quajmë biznesi dhe mënyra tradicionale të bërit biznes? Sipërmarrja sociale bashkon biznesin me misionin social. Dhe kjo nuk lidhet me bamirësinë apo filantropitë që ofrojnë fondacione të ndryshme, por lidhet me një zgjidhje të qëndrueshme financiare për të ardhur në ndihmë misionit social. Gjithashtu, sipërmarrja sociale ka në bazën e saj vetëqëndrueshmërinë, sepse nuk varet vetëm nga donacionet dhe filantropitë, por krijon vetë të ardhurat e saj, duke vendosur pastaj që t'i përdorë ato dhe t'i ciklojë në ato fusha ku shoqëria ka më shumë nevojë. Gjithashtu ofron qasje inovative ndaj problemeve, metoda kreative, teknologji, modele të reja pune, të cilat sigurisht përshtaten edhe me evoluimin e shoqërisë dhe mënyrës se si shoqëria mendon apo zhvillohet. Dhe ndikimi i sipërmarrjes sociale është i matshëm, pasi suksesi matet jo vetëm me fitimin financiar, si në një biznes tradicional, por edhe me ndikimin që ka sjell në shoqëri dhe sidomos në ndihmën që i ka ofruar atyre grupeve të për të cilat ka më shumë nevojë dhe për të cilat është krijuar një sipërmarrje e caktuar sociale. Për shembull, një biznes i thjesht, i cili punëson persona me aftësi të kufizuara apo prodhon produkte artizanale dhe fitimin e përdor për trajnime apo integrim social të këtyre individëve, është shembull tipik i një sipërmarrjeje sociale. Dhe pikërisht te këto shembuj qëndron dhe magjia e konceptit sipërmarrje sociale, tek fakti që nuk është thjesht ndihmë, por është një ekonomi që zgjat në kohë dhe individët të cilët është krijuar që t'i ndihmojë, i ndihmon duke i bërë protagonist dhe duke i bërë aktor të fitimit të tyre dhe duke i përfshirë në shoqëri në një mënyrë aktive. Pra gjithëpërfshirja, fitimi dhe qëndrueshmëria janë tre nga bazat pa të cilat sipërmarrja sociale nuk mund të ekzistojë. Si ndihmon konkretisht sipërmarrja sociale në krijimin e një modeli ekonomik të qëndrueshëm? Së pari, siç e përmendëm dhe më parë, sipërmarrja sociale gjeneron vetë të ardhura dhe nuk mbështetet vetëm në donacione. Në vend që të mbështetet në fonde të përkohshme, ajo funksionon si një biznes, duke shitur produktin dhe shërbimin, krijon fitim dhe arrin të mbijetojë vetë dhe të gjenerojë fitime. Kjo do të thotë që ajo nuk mbyllet sapo mbarojnë fondet, por është një shërbim i vazhdueshëm. Gjithashtu, sipërmarrja sociale krijon punësim dhe përfshirje sociale, duke i ofruar mundësi të rinjve, grave, personave në nevojë, komuniteteve rurale, që të jenë njerëz me më shumë të ardhura,
gjithashtu të ketë më shumë konsum dhe si rrjedhoj më pak varfëri dhe një ekonomi më të qëndrueshme për këto grupe sociale. Një pikë tjetër e rëndësishme e modelit ekonomik sipërmarrje sociale është fakti që kjo lloj sipërmarrje e riinveston fitimin në komunitet. Fitimi nuk shkon automatikisht vetëm tek pronari, por ndihmon që shoqëria dhe grupi shoqëror të përmirësoj shërbimet, të hapi vende të reja pune, si dhe të zgjeroj aktivitetin. Pra thelbi është që paraja të qarkulloj jo vetëm si fitim personal i sipërmarrësit, por në këtë rast si fitim që qarkullon brenda të gjithë komunitetit. Sipërmarrja sociale zgjidh problemet të cilat i kushtojnë shoqërisë. Kur një sipërmarrje redukton papunësinë, ul ndotjen dhe rrit edukimin, automatikisht edhe shteti shpenzon më pak për ndihmë sociale apo për të riparuar pasojat ekonomike. Më pak kosto publike do thotë ekonomi më e qëndrueshme, e cila është e dobishme për gjithë qytetarët, por edhe përveç strukturave shtetërore. Nga ana tjetër, sipërmarrja sociale ka fokus afatgjat dhe jo fitim të shpejtë. Në momentin që një individ vendos të hapë një sipërmarrje sociale, mendimi i tij krijohet në funksion të një ndikimi 10 vjeçar apo 20 vjeçar, duke thënë si mund të krijojë ndikim për 10 vitet e ardhshme dhe jo thjesht si të fitoj disa para dhe të largohem nga ky sistem ekonomik. Pra qëllimi është sistemi ekonomik i qëndrueshëm dhe mentaliteti i cili do të japi stabilitet dhe vazhdimsi kësaj sipërmarrje. I gjithë thelbi është pikërisht që komuniteti të marrë një qëndrueshmëri jo vetëm në funksion të fitimit financiar, por edhe të zhvillimit social. Një sipërmarrje e cila arrin të bëhet pjesë e komunitetit, të jetë e brendshme, të pranohet nga ta dhe të krijojë një grupim të përbashkët, atëherë ka arritur qëllimin e vet, sepse bëhet e pandar nga zhvillimi social. Por pse është e rëndësishme sipërmarrja sociale pikërisht për shtetin tonë, për Shqipërinë? Sepse realisht në Shqipëri përballemi me probleme sociale, të cilat nuk mund të zgjidhen dot vetëm nga strukturat shtetërore apo nga një sistem tradicional i zgjidhjes së këtyre problemeve. Dhe në këtë moment, sipërmarrja sociale shërben si një urë lidhëse mes komunitetit dhe shtetit. Çdo problem social është e pamundur të zgjidhet vetëm mekanikisht. Në fund të ditës, shoqëria përbohet nga individët dhe jemi pikërisht ne individët, të cilët në një mënyrë apo në një tjetër e shkatrojmë, e ndërtojmë ose e rindërtojmë atë. Prandaj krijimi i këtyre urave të komunikimit mes shtetit, biznesit dhe vetë komunitetit është e vetmja formë që shoqëria të zhvillohet e qëndrueshme dhe të zgjidh problematikat dhe çarjet sociale që ekzistojnë brenda saj. Një nga momentet më të rëndësishme të sipërmarrjes sociale, që do ta dëgjoni shpesh në këtë komunikim bashkë, por edhe sa herë flitet për të, është pikërisht luftimi i papunësisë. Jo se sipërmarrja sociale heq papunësinë në thelb në një shoqëri, por është ajo që i jep mundësi të rinjve apo grupeve të cilët ndoshta kanë më shumë vështirësi në gjetjen e një pune të qëndrueshme dhe stabil, duke i ofruar mundësinë për punësim dhe për të qëndruar jo vetëm në Shqipëri, po edhe në zonën ku banojnë apo në qytetet e tyre dhe në zonat që përgjithsisht kanë tendencën për të migruar. Duke qenë se ofron punësim, rrjedhimisht ulet edhe niveli i migracionit. Dhe kur flasim për migracion, jo vetëm atë jashtë Shqipërisë, por edhe migracionit të brendshëm nga zonat rurale në ato urbane. Nëse për shembull në një qytet të vogël Shqipërisë, të cilit të rinj mendojnë se nuk ka hapësira punësimi, krijohet një sipërmarrje sociale, e cila i përfshin pikërisht në komunitetin që jetojnë, kjo ndoshta do të rriste dëshirën e atyre të rinjve për të qëndruar pikërisht në atë qytet, duke e parë jo vetëm si një komunitet qëndrueshëm, por edhe si një mënyrë për të ardhurat dhe punësim të vazhdueshëm. Një tjetër aspekt, përveç pra uljes së papunësisë, zhvillimit të zonave rurale dhe fshatrave, sepse mund kemi dhe zhvillime të agroturizmit apo produkteve bioartizanale, përpunimeve ushqimore lokale, pra sipërmarrja sociale mund të shërbejë disa dimensioneve të zhvillimit ekonomik të një vendi, gjithashtu do të ndihmojë edhe shtresat në nevojë, kategoritë të cilat në momentin që fuqizohen ekonomikisht, nga marrës ndihme, kthehen në kontribues aktiv në komunitet. Zakonisht ne jemi mësuar që kategoritë vulnerabël fatkeqësisht shihen pikërisht kështu, si marrës ndihme, si individ të cilët
marrin ndihmë nga shteti dhe nga strukturat sociale. Por ajo që është shumë e rëndësishme të kuptojmë është që këta individ janë po aq të domosdoshëm dhe po aq të rëndësishëm për shoqërinë sa çdo qytetar tjetër, dhe shteti dhe sipërmarrja duhet të sigurojë çdo mekanizëm të mundshëm që ata të ndjehen të gjithë përfshirë, dhe gjithëpërfshirja pa fuqizim ekonomik nuk ka kuptim. Prandaj, në momentin që sipërmarrja sociale i fuqizon këto kategori, duke i ndihmuar që të jenë aktiv jo vetëm në shoqëri nga ana sociale, por edhe në fuqizimin e tyre ekonomik, ka arritur që t'i kthejë në kontribues aktiv të komunitetit. Dhe përveç se është një strukturë afatgjatë e fitimit ekonomik dhe zhvillimit social, ngelet edhe një nga format më dinjitoze të gjithëpërfshirjes. Duke qenë se një nga pikat që sipërmarrja sociale mbështet është edhe fuqizimi i politikave mjedisore, sigurisht që në vendin tonë ekzistojnë probleme me mbeturinat, ndotje, menaxhimin e burimeve, dhe sipërmarrjet sociale në këtë rast mund të ndihmojnë në procedurat e riciklimit, energjisë pastër apo produkteve ekologjike, duke i ofruar zhvillimit ekonomik edhe mbrojtjen e natyrës dhe zhvillimin mjedisor bashk. Por pse i duhet Shqipërisë më shumti? Sepse sipërmarrja sociale sjell një kulturë të re biznesi, duke ndryshuar mentalitetin e biznesit në vendin tonë, i cili, themi të drejtën, ka funksionuar gjithmonë në një mentalitet tradicional të zhvillimit ekonomik, tek fitimi personal apo fitimi një grupi social që ka më shumë ndikim ekonomik se të tjerët. Ndërkohë që sipërmarrja sociale e kthen fitimin në një përgjegjësi shoqërore, duke e kthyer individin që fiton në një individ i cili ka detyrime ndaj komunitetit dhe jo vetëm përfiton prej tij. Kjo krijon një ekonomi më të drejtë, por shkon edhe në një linjë me parimet më të zhvilluara të biznesit, ato të cilat mbështesin dinjitetin njerëzor përpos fitimit ekonomik. Pra, në thelb, për Shqipërinë, sipërmarrja sociale është e rëndësishme sepse ul papunësinë, fuqizon komunitetet rurale, shmang migrimin nga vendet rurale në vendet urbane kur kanë mundësi që të zhvillohen në qytetet e tyre, ul varfërinë, zhvillon komunitetin lokal dhe ndërton një ekonomi më të qëndrueshme, më dinjitoze dhe më njerëzore, sidomos për grupet në nevojë. Pra, në këtë rast, në shtetin tonë, sipërmarrja sociale mund shihet si një motor i vogël, por që mund bëjë një ndryshim të madh në komunitetin lokal. Megjithatë, si çdo ndërhyrje e re apo çdo mentalitet i ri, qoftë biznesi apo qoftë në filozofi të tjera, sigurisht që sipërmarrja sociale ka nevojë për rregullimin e vet ligjor dhe arkitekturën legjislative për të funksionuar siç duhet dhe për të ardhur në ndihmë sa më shumë qytetarëve. Në Shqipëri ekziston një kuadër i tërë ligjor që e njeh dhe rregullon sipërmarrjen sociale, i cili është i fokusuar kryesisht në statusin dhe funksionimin e ndërmarrjes sociale. Gjithashtu, ekzistojnë edhe disa akte të tjera nënligjore, të cilat shpjegojnë detaje në zbatimin praktik, si dhe orientojnë individët se si ta zhvillojnë në terma konkret të sipërmarrje. Sistemi ligjor është formalisht i vendosur, por ende në zhvillim dhe sigurisht me sfida në zbatim, sepse është një sistem ende relativisht i ri. Ligji bazë që rregullon sipërmarrjen sociale në Shqipëri është ligji numër 65 i vitit 2016 për ndërmarrjet sociale në Republikën e Shqipërisë. Një ligj i cili përcakton se çfarë është një sipërmarrje sociale, kush mund të jetë themelues dhe cilat kushte duhet plotësoj. Ky ligj parashikon se ndërmarrjet sociale duhet kenë si qëllim misionin social dhe të përmirësojnë një përqindje të caktuar punonjësish nga grupet e favorizuara. Rregullon veprimtaritë që mund të kryejnë këtë ndërmarrje dhe bazën ligjore të funksionimit të tyre në kuadrin juridik shqiptar. Aktet nënligjore dhe vendimet e Këshillit të Ministrave që janë miratuar për ta bërë të zbatueshëm këtë ligj, janë vendimi i Këshillit të Ministrave për përcaktimin e listës së aktiviteteve që ushtrojnë ndërmarrjet sociale, i cili përcakton saktësisht fushat ku mund veprojnë këto sipërmarrje, vendimi për përcaktimin e kategorive të grupeve të pafavorizuara, i cili identifikon grupet që përfitojnë nga punësimi në sipërmarrjet sociale, si dhe udhëzime administrative për të ndihmuar në procedurat e aplikimit dhe njohjen e statusit të ndërmarrjes sociale. Ligji nënvizon edhe disa kërkesa konkrete lidhur me statusin dhe zbatimin praktik,
siç janë minimumi për punësimin e personave nga grupet e pafavorizuara, përqindjen e të ardhurave nga aktivitetet sociale, si dhe mënyrat e kontrollit për të verifikuar përmbushjen e kritereve. Megjithatë, në praktik deri tani pak janë ato ndërmarrje sociale të cilat kanë marrë zyrtarisht këtë status dhe zbatimi plot i akteve nënligjore në këto kushte bëhet ende sfidues sipas vlerësimit të sipërmarrjes sociale. Megjithatë, si në çdo hartë legjislative, nuk funksionon një sipërmarrje vetëm në bazë të ligjit bazë, por është e nevojshme të bëhet edhe një lidhje zinxhir me akte të tjera ligjore, siç është për shembull rasti sipërmarrjes sociale që mund të funksionojë vërtet vetëm në bazë të ligjit 65/2016 si një instrument kryesor, ama zhvillimi i saj lidhet ngushtësisht edhe me kuadrin ligjor të organizatave jo fitimprurse apo të politikave shtetërore të punësimit dhe zhvillimit social, strategjive kombëtare që promovojnë sipërmarrjen sociale si mjet për punësim dhe zhvillim ekonomik. Nga ana tjetër, sigurisht që përveç një infrastrukture ligjore, është e nevojshme dhe një infrastrukturë institucionale për zbatimin e këtij kuadri ligjor. Organizatat civile në shoqëri dhe aktorë të tjerë janë duke lobuar për zgjerimin e përkufizimit ndërmarrjeve sociale, për shembull jashtë formës jo fitimprurse, dhe për përdorimin e prokurimit social si një instrument mbështetës. Në përmbledhje, duhet të mbajmë mend që ka një legjislacion bazë për krijimin e sipërmarrjeve sociale, që është ligji për ndërmarrjet sociale, si dhe aktet nënligjore përcaktuese të tij, që janë vendimet e Këshillit Ministrave. Ky legjislacion synon të krijojë një status të qartë ligjor, si dhe të përcaktojë mjedisin për njohjen e sipërmarrjeve sociale që i plotësojnë kriteret e caktuara ekonomike dhe shoqërore. Megjithatë, për një zbatim sa më të plotë të këtij kuadri ligjor, kërkohen përmirësime të mëtejshme dhe një mbështetje e vazhdueshme, jo vetëm ligjore, por edhe institucionale, me qëllim përfshirjen e të gjithë aktorëve. Duhet kemi parasysh që në çdo rast, kur një ndërmarrje lidhet automatikisht me shoqërinë, nuk mund të jetë detyrë vetëm e një institucioni, apo detyrimet e saj nuk mund të burojnë asesi vetëm nga një kuadër ligjor, pra vetëm nga një ligj apo një akt nënligjor. Shoqëria është komplekse, si e tillë edhe ligji evolon bashkë me shoqërinë, edhe institucionet i zhvillojnë politikat po në kuadër të këtij zinxhiri. Kështu që automatikisht sipërmarrja sociale është gjithmonë e varur nga një zinxhir i tërë institucional, nga institucione përgjegjëse për shërbimin social, për rinin, për sipërmarrjen, për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm dhe për të gjithë aktorët e tjerë politik dhe institucional, të cilët i shërbejnë këtij misioni. Megjithatë, në vijim të këtij zinxhiri të rëndësishëm ndërinstitucional edhe sigurisht të këtyre praktikave të zhvillimit të sipërmarrjes sociale, një dokument shumë i rëndësishëm shtetëror është edhe strategjia kombëtare e rinisë. Në fakt mund të pyesni që si lidhet konkretisht strategjia e rinisë me sipërmarrjen sociale, duke qenë se sipërmarrja sociale nuk e ushtron veprimtarinë e saj vetëm për të rinjt. Megjithatë, edhe pse nuk është një dokument i cili flet specifikisht dhe i dedikuar vetëm për ndërmarrjen sociale, duke qenë se fokusohet gjerësisht tek zhvillimi i rinisë, punësimi, përfshirja dhe fuqizimi të rinjve, prek një pjesë shumë të madhe të zhvillimit konceptit të ndërmarrjes sociale. Ja se si ndikon konkretisht kjo strategji në zhvillimin e sipërmarrjes sociale. Së pari, strategjia e rinisë nxit aftësitë dhe inovacionin tek të rinjt, duke synuar të zhvillojë aftësi profesionale dhe digjitale të këta, si dhe të përmirësojë mundësitë për një arsim cilësor dhe për punësim të mirë. Këto aftësi janë në thelb baza e gjithë sipërmarrjes sociale, sepse inovacioni dhe zgjidhjet kreative për problemet në shoqëri, ato kërkojnë pikërisht krijueshmëri dhe njohuri të saktë dhe të thelluar. Gjë që nëpërmjet politikave që parashikon strategjia kombëtare e rinisë synon të arrijë në një masë shumë të gjerë të rinjve. Gjithashtu, strategjia rrit mundësinë e punësimit për të përfshirë sa më shumë të rinj në ekonomi, dhe duke pasur si një komponent kryesor fuqizimin ekonomik, kthehet gjithashtu në një instrument për uljen e papunësisë rinore dhe një zhvillim të qëndrueshëm, që po ashtu janë dy elementë që shkojnë në të njëjtën linjë me misionin dhe qëllimin e sipërmarrjes sociale.
e cila ka në thelb të saj pikërisht ofrimin e mundësive praktike për ndihmuar komunitetin. Nga ana tjetër, strategjia e rinisë promovon angazhimin rinor dhe krijimin e iniciativave, gjë që po t'i rikthehemi bisedës sonë në fillim, ishte pikërisht një nga qasjet filozofike që sjell sipërmarrja sociale, promovimi i këtyre ideve dhe iniciativave që janë jo vetëm me funksion të angazhimit të komunitetit, por edhe me prodhimin dhe zhvillimin e kreativitetit dhe të ideve inovatore. Gjithashtu, kjo strategji krijon dhe ofron një ekosistem për sipërmarrje sociale dhe inovacion. Që sipërmarrja sociale të ekzistojë, ajo duhet të realizohet dhe të krijohet në një mjedis të qëndrueshëm dhe në një mjedis që i ofron të gjitha mënyrat për të zhvilluar. Dhe pikërisht ky lloj mjedisi dhe ekosistemi krijohet lehtësisht në bazë të komponentëve që strategjia kombëtare e rinisë mundson. Edhe pse nuk fokusohet specifikisht në këtë pikë, programet dhe partneritetet që nxit kjo strategji, për shembull inovacioni, mentorimi apo networku, ndihmojnë në krijimin e sponsorizimit dhe rrjeteve që mbështesin sipërmarrjet sociale, veçanërisht ato që udhëhiqen nga të rinjt. Dhe një nga ato që unë e konsideroj kriteret më të rëndësishme të kësaj strategjie në krijimin e një klime pozitive për sipërmarrjen sociale është pikërisht bashkëpunimi me iniciativa ndërkombëtare për biznesin lokal. Sepse strategjia kombëtare lidhet edhe me programe të tjera siç është EU for Youth, që mbështet punësimin dhe përfshirjen e të rinjve dhe lidhet drejt për drejt me politikat e punësimit, arsimit dhe zhvillimit socioekonomik. Sepse janë pikërisht këto iniciativa të cilat përfshin edhe trajnimet dhe mbështetjen për sipërmarrjen sociale. Në fakt, edhe ky komunikim edhe kjo bisedë që ne po zhvillojmë së bashku për sipërmarrjen sociale, është pikërisht një nga këto trajnime dhe një nga këto mundësi që këta mekanizma ofrojnë për shoqërinë, për të rinj dhe për individët të cilët kanë interes për krijimin e një sipërmarrjeje. Dhe që çdo gjë të zhvillohet, së pari duhet të fillojë me trajnimin, me mësimin e njohurive dhe me ndryshimin e mentalitetit dhe qasjes. Pra në thelb, strategjia kombëtare për rinin zhvillon aftësitë dhe inovacionin e të rinjve, lidh punësimin me mundësitë konkrete në treg, nxit angazhimin dhe iniciativat vetëdrejtuese, si dhe krijon një mjedis politik për të mbështetur sipërmarrjen sociale dhe ekonominë në përgjithësi. Edhe pse nuk flet drejt për sipërmarrjen sociale, ajo krijon kushtet e nevojshme që kjo lloj sipërmarrje të lulëzojë dhe të ketë një ndikim në jetën e shoqërisë dhe në jetën e të rinjve. Përfshirja sociale, fuqizimi i të rinjve dhe individëve, bashkëpunimi publik social janë element kyç që lidhen ngushtë me sipërmarrjen sociale, strategjinë kombëtare dhe zhvillimin social në Shqipëri. Por çfarë do të thotë kjo fjala përfshirje sociale që e kemi përmendur kaq shumë në këtë diskutim? Përfshirja sociale është një proces ku të gjithë qytetarët, duke përfshirë gratë, të rinj, personat me aftësi të kufizuara, minoritetet apo ata që konsiderohen më të pambrojtur, të kenë mundësi të barabarta për të marrë pjesë në jetën shoqërore në mënyrë aktive, për në jetën ekonomike dhe në jetën publike të vendit. Kjo nënkupton që këta individ të kenë qasje të barabartë në punësim, në mundësitë për edukim, shërbime sociale dhe të drejtë për të ndikuar në vendimarrje, dhe jo vetëm për të qenë pjesë aktive në komunitet, por për të pasur një rol të rëndësishëm në marrjen e vendimeve në komunitetin ku marrin pjesë. Qëllimi është që këta individ jo vetëm të jetojnë si të barabartë në këtë grup shoqëror, por edhe të kontribojnë për të avancuar këtë grup edhe më tej. Megjithatë, si ndikon ky element në vetvetin në sipërmarrjen sociale? Së pari rrit aksesin në mundësi për të gjithë. Sipërmarrjet sociale synojnë të punësojnë dhe fuqizojnë njerëzit të cilët shpesh mbeten jashtë tregut të punës, siç mund të jenë për shembull të rinjt apo personat me aftësi të kufizuara. Në këtë rast, synimi është që ata të integrohen në ekonomi dhe shoqëri në një mënyrë aktive, dhe pikërisht ky integrim dhe ky aktivizim është thelbi i sipërmarrjes dhe i përfshirjes sociale. Ky lloj integrimi rrit jo vetëm aftësitë profesionale, pavarësinë financiare të këtyre individëve, dinjitetin e individit,
por edhe shoqërisë i jep një forcë më të madhe burimore dhe një qëndrueshmëri më të thellë sociale. Gjë që është e nevojshme jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shoqëritë që janë më të zhvilluara në konceptin e funksionalitetit të shërbimeve sociale, prap shihet që gjithëpërfshirja ngelet një element i cili duhet të jetë gjithnjë në një përmirësim të vazhdueshëm. Përveç përfshirjes sociale, fuqizimi është një proces tjetër shumë i rëndësishëm. Në vetvete, fuqizimi është një proces ku individët apo komunitetet fitojnë aftësi, zënë vendimarrje dhe mundësi ekonomike për të marrë pjesë aktivisht në jetën e tyre dhe të komunitetit. Në kontekstin e sipërmarrjes sociale, të rinjt marrin trajnime dhe mundësi punësimi dhe individët që më parë mund të jenë konsideruar të marginalizuar, fitojnë pjesë në ekonominë formale të vendit. Kjo përmirëson kapacitetet dhe përmirësimin dhe ngritjen e besimit të njerëzve për të kontribuar në ekonomi dhe në shoqëri, duke ulur varësinë ndaj ndihmave të jashtme, shtetërore apo jo. Nga ana tjetër, një element shumë i rëndësishëm i sipërmarrjes sociale është bashkëpunimi publik-social, apo ajo që quhet lidhje shtet-shoqëri. Kjo do të thotë që institucionet shtetërore, organizatat e shoqërisë civile dhe bizneset sociale apo komunitetet të jenë të gjithë në të njëjtën bashkësi, duke punuar për të arritur qëllimet përbashkëta sociale. Dhe ky bashkëpunim është jashtëzakonisht i rëndësishëm që qeveria t'u japë zë qytetarëve dhe organizatave në vendimarrje, që kapacitetet institucionale të fuqizohen për të zbatuar këto politika sociale dhe që programet sociale të bëhen edhe më efektive sepse i përfshin aktorët lokal. Për shembull, programet që financojnë shërbimet sociale bashkë me organizatat jo qeveritare dhe bashkitë janë mënyra tipike të bashkëpunimit publik-social për të zgjeruar mbështetjen sociale dhe përfshirjen. Do të jap disa shembuj konkret të bashkëpunimeve shtet-shoqëri apo publike sociale dhe iniciativave të sipërmarrjes sociale në shtetin tonë. Një nga këto shembuj është për shembull një model i sipërmarrjes sociale si Ekovolis, një model i cili promovon përdorimin e biçikletave në qytete si Tirana, duke kontribuar në një zgjidhje për ndotjen, trafikun apo lodhjen që shkakton jeta urbane. Një përmbledhje e disa prej shembujve që unë i kam menduar si më interesant për të ndarë me ju të sipërmarrjeve sociale në Shqipëri, janë për shembull Texhoni Cafe, e cila është një kafe në Tiranë, një sipërmarrje themeluar nga një qendër për sindromën Down, me qëllim kryesor që të krijojë një ambient për trajnim dhe përfshirje sociale për të rinjt me sindromën Down, duke ndihmuar në zhvillimin e aftësive të tyre praktike të jetesës dhe të punës. Kjo sipërmarrje ofron punësim të drejtë dhe mbështetje praktike për personat me këto aftësi të ndryshme, si dhe shërben edhe si një hapësirë ndërgjegjësimi për publikun, për potencialin që këta persona kanë dhe për integrimin e tyre në komunitet. Pra, një biznes i cili sjell të ardhura që i vijnë në ndihmë të njëjtit komunitet i cili punon aty, por mbi të gjitha ndërgjegjëson, sensibilizon edhe pjesën tjetër të komunitetit për rëndësinë e jashtëzakonshme që çdo individ ka në grupimet e veta sociale. Një tjetër sipërmarrje sociale, por këtë herë në një tjetër dimension si një sipërmarrje artizanale që synon fuqizimin ekonomik të grave, është Umënlum, një sipërmarrje e cila është e fokusuar në artizanatin tradicional dhe në fokus ka përpunimin në tekstileve dhe artizanateve, duke krijuar mundësi për gra dhe vajza në komunitet që të fitojnë të ardhura, por edhe të aftësohen profesionalisht. Kjo sipërmarrje promovon ruajtjen e traditave lokale, të punimit me telajo dhe tekstile origjinale. Pra, duke sjellë një gjë inovatore dhe kreative, kjo sipërmarrje jo vetëm që ofron punësim për gratë në nivel lokal, promovon trashëgiminë kulturore, por sjell edhe një risi ndryshe për vizitorët apo komunitetin. Një tjetër sipërmarrje në një tjetër dimension që këtë herë lidhet me produktet bujqësore, është Ferma Sociale Emanuela dhe Miq, një iniciativë sociale e cila synon produksionin e produkteve bujqësore lokale
dhe krijimin në vendeve të punës për grupe të caktuara. Synon të forcojë kapacitetet rajonale përmes prodhimeve të qëndrueshme, bujqësore dhe përmirësimin e mundësive të punësimit për ata njerëz të cilët përballen me sfida sociale. Aktivitetet zakonisht përfshin bujqësi, produkte organike apo aktivitet me natyrë sociale ekonomike. Një tjetër sipërmarrje interesante është një pasticëri sociale, e cila është themeluar në një pronë të konfiskuar nga krimi organizuar në Fier, pasticëria Che Buono. Në fakt, kjo lloj sipërmarrje është një shembull konkret i ripërdorimit social të pasurive të konfiskuara nga krimi organizuar me qëllim ndikimin pozitiv në komunitet. Ofron punësim dhe mbështetje për persona të rrezikuar, siç mund të jenë të mitur apo të rinj në risk në situata vulnerabël, persona që vuajnë dënimin me shërbim prove, me një dënim alternativ, apo gra viktima të dhunës në familje apo viktima të trafikimit. Kjo lloj sipërmarrje synon integrimin social dhe rikthimin e dinjitetit për pjesëmarrësit në tregun e punës, duke u dhënë mundësi për shtrahim dhe eksperiencë pune, por mbi të gjitha duke i bërë të ndihen të dobishëm dhe aktiv në komunitet, duke realizuar integrimin më të shëndetshëm në shoqëri. Të gjitha këto sipërmarrje sociale të cilat unë përmenda, duke filluar nga kafeja tek Xhoni, ferma Emanuela dhe miq, apo pasticëria sociale në Fier, kanë një element të përbashkët i cili është shumë interesant. Të gjitha këto sipërmarrje janë lehtësisht të prekshme nga kushdo. Unë vetë kam shkuar dhe i kam vizituar disa prej tyre dhe kam parë efektin real që ato kanë në jetën e komunitetit. Nga ana tjetër, është shumë frymëzuese që ti të shikosh se si realisht të njëjtët njerëz, të cilët ndoshta më parë mund të jenë ndjerë të diskriminuar apo të lënë pas dore, apo ndoshta janë ndjerë të harruar nga disa prej politikave sociale, tani më janë një pjesë aktive atij komuniteti, kanë vendimarrje, kanë fuqi ekonomike dhe janë në përditshmërinë e tyre duke u gjendur pranë individëve të tjerë. Dhe thelbi i qenies njerëzore është pikërisht kjo, që ti të dobishëm për të ndihmuar të tjerët. Dhe asnjëri nuk mund të ndihet i plotësuar nëse nuk e sheh veten në shërbim të dikujt tjetër. Dhe ky mision i sipërmarrjes sociale është i dukshëm dhe i prekshëm në të gjitha këto sipërmarrje. Ishte e jashtëzakonshme të shikoje se si të rinj me sindromën Down jo vetëm shërbenin kafen edhe punonin në atë kafene, por drejtonin në mënyrë të jashtëzakonshme të gjithë funksionalitetin e punës. Dhe vetë një antar i komunitetit i cili shkonte aty e kuptonte në mënyrë konkrete dhe pa fjalë atë që quhet barazia mes individëve në shoqëri. Nga ana tjetër, një qasje krejt interesante, ajo që përmenda për pasticërinë sociale në Fier, ku një nga pronat e krimit organizuar shndrohet në një sipërmarrje sociale. Në këtë rast nuk kemi të bëjmë vetëm me angazhimin e individëve të cilët punojnë aty dhe që janë kategori vulnerabël, pasi janë individ në risk, dhe është shumë e vështirë për një të ri i cili ka kryer një dënim penal të reintegrohet në shoqëri. Është shumë e vështirë për një grua e cila mund të ketë qenë viktime e trafikimit të jetë pjesë e një sipërmarrje. Por është pikërisht kjo vështirësi dhe kjo mundësi integrimi që i bën këta individ të jenë pjesë e diçka më të madhe, që jep një mesazh jo vetëm për komunitetin, por edhe për të gjithë publikun, duke treguar që ajo gjë që mund ta ketë shkatruar shoqërinë mund të rikthehet po në një gjë që mund ta rindërtojë atë. Prandaj kthehem tek ajo që përmenda në fillim, që në rastin e sipërmarrjeve sociale, shteti dhe komuniteti marrin rolin e një inxhinieri social, duke kuptuar që detyra kryesore e riparimit të dëmit social buron fillimisht nga individi, nga grupi, nga komuniteti dhe më pas përgjegjësia fillon edhe zgjerohet në instanca të tjera. Megjithatë, pavarësisht të gjithë qasjes pozitive, interesante dhe produktive që ka ndërmarrja sociale, si një sfidë e re në ekonominë shqiptare, absolutisht që sjell problematikat e veta,
por edhe kërkon zgjidhjet e veta specifike. Disa nga problematikat që unë do të përmendja janë mungesa e eksperiencës dhe financimi i kufizuar, duke qenë se është një koncept, qasje, mentalitet dhe ekonomi e re, sigurisht nxitet nga pasioni për ndryshimin social, por përballet me vështirësitë dhe mungesën e përvojës, qoftë në krijimin së sipërmarrje, në menaxhimin, marketingun, financat, apo planifikimin e bizneseve të caktuara në linja të caktuara. Megjithatë, zgjidhjet e propozuara në këtë drejtim janë duke filluar nga mentorimi nga profesionistët, trajnimet e specializuara ose pjesëmarrja në inkubator të ndryshëm social, me qëllim krijimin e një ekspertize fillestare që t'i shërbejë pastaj të gjithë profesionistëve të rinj në të ardhmen që duan të jenë pjesë e sipërmarrjes sociale ose sipërmarrës social. Nga ana tjetër, shumë nisma sociale kanë kapitale të vogla fillestare dhe fillojnë duke krijuar një varësi nga grantet, donacionet apo mbështetje nga projektet e huaja, e cila patjetër është ndihmë dhe është shumë produktive, por mund të kufizojë zgjerimin e aktivitetit, si dhe blerjen dhe pajisjen e mekanizmave të rinj apo punësimeve të reja, marketingun dhe promovimin e produkteve dhe të shërbimeve. Ndaj është e nevojshme të bëhet një diversifikim i burimeve të financimit, si dhe krijimi modeleve të qëndrueshme të ardhurave, me qëllim që sipërmarrjet sociale të mos mbështeten vetëm nga donacionet dhe grantet, por të edukohen se si të zhvillojnë vetë fitimet qëndrueshme dhe të rrisin kapitalet. Gjëja e fundit që konsiderohet si një ndër sfidat më të rëndësishme jo vetëm tek sipërmarrja sociale, por tek çdo zhvillim në shtet, është bashkëpunimi ndërsektorial. Në rastet e çështjeve sociale, shoqëria është një zinxhir i përbashkët, e cila nuk mund të funksionojë kurrë me zgjidhje të centralizuara apo të ndara nga njëra tjetra. Ajo kërkon gjithmonë zgjidhje të integruara dhe një zinxhir institucionesh që bashkëpunojnë së bashku për të prodhuar arkitekturë ligjore sa më cilësore, sa më të zhvilluar, por edhe infrastrukturë institucionale për zhvillimin e këtyre politikave. Në rastin e sipërmarrjes sociale, ngelet një bashkëpunim i cili duhet zhvillohet më shumë, jo vetëm me qeverisjen lokale, organizatat e shoqërisë civile, bizneset private dhe komunitetin, por edhe me të gjitha instrumentat e tjerë shtetëror, Ministritë e Linjës apo mbështetjen që politika qendrore i jep zhvillimit të këtyre sipërmarrjeve. Unë nuk do të zgjatem më shumë sa i takon teorisë së shpjegimit të sipërmarrjes sociale, duke shpresuar që kjo të ishte një bisedë produktive dhe e dobishme për ju, por do t'ju lë në shoqërinë e disa eksperiencave dhe disa mendimeve të kategorive të ndryshme dhe moshave të ndryshme të individëve të cilët kanë shprehur dëshirën për të krijuar sipërmarrje të ndryshme sociale në varësi të komuniteteve që jetojnë. Ndoshta duke parë se si në qytete të ndryshme, njerëz të ndryshëm, adoleshentë, të rinj, të rritur apo personat profesioneve të ndryshme krijojnë idetë e tyre se si mund të shërbejnë më mirë komunitetit. Duke uruar që me këto shembuj dhe eksperienca të frymëzoheni edhe ju për ndërmarrjet sociale aty ku jetoni apo aty ku mendoni se mund të kontribuoni, bashkë do të shihemi në leksione të tjera. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Ina Kolçaku. Kur fillova në televizion, ju më njohët si sipërmarrëse, pastaj nga televizioni më njohët si një aktiviste. Unë vazhdoj të marr sipërmarrje të vogla, por asnjëherë nuk e kisha menduar që një opsion shumë i mirë mund të ishte sipërmarrja sociale. Ndërkohë, gjatë gjithë kohës, ju e dini që unë bëj fushata punësimi, gjithashtu kam dhuruar bursa për vajzat jetime, ndërkohë që janë dhe ekselente. Dhe kësaj radhe vendosa që të bëj sipërmarrje sociale. Nuk e kisha njohur legjislaturën akoma, por nga leksioni i Zysh Klaudjes kuptova që për i dashur ditar, si autore dhe themeluese i dashur ditar, do të ishte shumë mirë që kompania të ishte tashmë një sipërmarrje sociale. Prandaj do të filloj menjëherë procedurat që i dashur ditar të jetë një sipërmarrje sociale, dhe ndërkohë një pjesë e parave të i dashur ditar, përveç se do të punësoj vajza të cilat janë viktimë të dhunës në familje ose nga partneri, disa nga të ardhurat e tyre do të shkojnë pikërisht për bursat që unë kam bërë çdo vit, por ndërkohë nuk i kam trajtuar sipërmarrjet e mia si një
le të themi një sipërmarrje sociale, por thjesht e kam bërë sepse ka qenë pjesë e kauzave të mia. Mendoj që të gjithë duhet të mendojnë për një sipërmarrje sociale, jo vetëm sepse do të funksionojë si një biznes dhe ju përsëri mund të keni fitimet tuaja, por shumë e rëndësishme që ne të jemi qytetarë. Dhe të qenurit qytetar do të thotë që disa nga fitimet e tua apo pjesë e punës tënde të jetë dhe komuniteti, të ndërtuarit të një komunitet i cili ty përveç se të kupton, dhe ti duhet ta kuptosh mbrapsht, përveç se përdor dhe të sjell të ardhura, duhet të marrë mbrapsht një pjesë të shkëlqimit tënd dhe një pjesë të ardhurave të tua. Thënë këto, i ftoj të gjithë që sa radhe kur të mendojnë biznesin e tyre të vogël të radhës, të mendojnë dhe për një pjesë të komunitetit, duke kërkuar brenda tyre cila është kauza e tyre. Nuk kam se ta bëjnë në një mënyrë artificiale, sepse të gjithë ne kemi kauzat tona, kemi të gjithë gjërat rëndësishme që na pëlqejnë, kemi të gjithë pjesë ku duhet kontribojmë, të gjithë ne kemi qenë viktimë apo shtrese marginalizuar në një moment caktuar të jetës tonë. Kërkoni pikërisht këtë, frymëzoni dhe ndërtoni një biznes ku i gjithë ky target mund të shndërrohet në njerëzit që bashkëpunojnë me ju për biznesin apo në një kauzë ku ju mund të dhuroni më vonë për këtë komunitet. Përshëndetje, unë jam Mimoza Kavrani dhe vi nga Prishtina. Gjithashtu jetoj edhe në qytetin e bukur të Tiranës, në kuadër të studimeve që realizoj në Fakultetin e Shkencave Sociale në degën e masterit lidhur me leadership dhe etik në institucione. Në kuadër të kësaj videoje, desha të ndaj me ju disa nga eksperiencat nga unë vi, që janë disa prej spektrit të organizatës jo qeveritare të cilën unë drejtoj në Kosovë, si dhe gjithashtu si një autore dhe gazetare në emisionin tim televiziv me Mimoza Journey. Dëmë thonë, në kuadër të kësaj thirrje, desha të ndaj me ju disa prej idejve të cilët janë inovative të perspektivës së integrimit të grave me bazë në komunitet, ku për mua dhe për ambientet ku unë jetoj, si që është Prishtina, si njëjtë dhe Tirana, mendoj që ka shumë ide të cilët mund të jenë sociale dhe inovative të njëjtën kohë ku munden edhe të rinjve, edhe grave të ju ofrojnë një hapësirë të rëndësishme të punës, mirë po gjithashtu dhe të mirëqenies dhe të mbrojtjes dhe të kujdesit ndaj fëmijëve të në siç janë ambiente të ndryshme, qofshin të librarive publike, qofshin të lavanderive të ndryshme, sidomos në qendrët të Prishtinës edhe në qendrët të Tiranës, ku e bëjmë të vlefshme edhe frekuentimi i turistëve të ndryshëm, cilët janë në numër të madh. Pastaj edhe ide të kafeterive të ndryshme që janë më shumë me ide dhe stile, me inovative, si gjithashtu të pijeve të ndryshme freskuese. Kemi një mungesë të madhe të fasonerive, mendoj, edhe në qendrat të Tiranës ka më shumë, do shta në rrethë, mirë po në qendra mungojnë, mirë po gjithmonë ky kombinimi i përkujdesit dhe mirëqenies sociale, si dhe i realizimit të punës ku një grup, në rastin konkret, grupi i nënave, mund të punoj dhe të përfitoj për mirëqenien dhe mbarvajtjen e familjes, do të ishte njëra nga idetë ideale të kësaj logjike. Gjithashtu mendoj që edhe organizata të ndryshme, varësisht prej kapaciteteve dhe interesave, mund të jenë të dobishme në momentin ku krijohen hapësira të mbikëqyrjes së vazhdueshme të fëmijëve dhe të punës cilën ata realizojnë, pra një kombinim i tillë që për mendimin tim edhe në vende të ndryshme të botës ka pasur sukses për integrimin e grupeve të ndryshme, sidomos të grupeve vulnerabël, të cilët kanë nevojë dhe vëmendje, qoftë institucionale, qoftë nga komuniteti, si dhe shikueshmëri më të madhe. Mendoj që grupe të ndryshme, qofshin ato, si që përmenda, më shumë u fokusova në grupe të ndryshme të grave, të rinjet, grupe të ndryshme të komuniteteve, grupe të ndryshme të pakicave kombëtare, grupe të ndryshme të cilët vinë të rinjve, të cilët mund të kenë një aftësi ndryshe etj. Mendoj që këto ide tashmë janë të integruar në sistem, kërkojnë një vëmendje dhe një përqafim më të madh nga publiku dhe nga njerëzit dhe nga komuniteti në mënyrë që ato të jenë më funksionale. Në këtë rast mendoj që edhe media duhet ta bëjnë punën e tyre, si një autore, një mediumi, mendoj që shumë e rëndësishme që edhe media të bëjnë promovimin adekuat dhe të rregullt, ku këto grupe të ndihen të përkrahura, të ndihen të involvuara, gjithashtu dhe komuniteti ndërkombëtar, mendoj që në të dyja këto vendet ku unë jetoj dhe nga unë vi, ka bërë dhe ka dhënë kontributin e mjaftueshëm dhe po vazhdon ta bëj.
Mendoj që në rastin konkret Tirana është shumë më fokusuar, më populluar, qoftë nga komuniteti donatorëve ku janë mundësi të mëdha për fillimin e startupeve të ndryshme, më shumë funksionale, por gjithashtu janë edhe grupe të ndryshme të cilët kanë testuar këto faza të ndryshme, pastaj edhe Bregdeti sjell një risi e cila është pak e shfrytzuar mendoj nga ky kontekst, dhe në këtë mënyrë ne mund të bëjmë edhe thymje të ndryshme të paragjykimeve sociale, mirë po njëkohësisht edhe grupet me interes për integrim në shoqëri do të jenë përfitimtare. Me këtë rast dua t'ju realizoj të video dhe gjithashtu duke përfunduar me mesazhin e urimit të një suksesi dhe hapjes së një mundësie të bashkëpunimit të vazhdueshëm. Faleminderit.